ose në funksion të këtij qëllimi vinë qëllimet e shkallëzuara, testimi i aftësisë së armëve të ndryshme, të llojeve të ndryshme të armëve që do marrin pjesën në këtë stërvitje, që janë forcat toksore, forcat ajrore dhe forcat detare. Ky është qëllimi, të provohet gatishmëria e të gjithë këtyre llojeve të forcave në funksion të mbrojtjes kolektive të Europës. Ky qëllim organizon të gjitha këto forcat në këtë shërbim duke treguar që NATO është në gjendje të kryej operacione në shkallë të gjerë në hapësira të mëdha. Stërvitja fillon në Arktik, në Norvegji, Suedi etj. Dhe vazhdon në Evropën qendrore, Gjermani, Çeki, Rumani dhe pastaj në fazën tjetër vjen në Ballkan, ku angazhon 8 vende të Ballkanit, duke përfshirë ne dhe Kosovën, dhe të gjithë vendet e tjera të Ballkanit, duke përfshirë dhe disa operacione në Slovaki, në thellësi të territorit evropian. Dhe stërvitja, përveç aspektit të zakonshëm, ushtarak, që përmban vetë çdo lloj stërvitje, jep një mesazh. Dhe ky është qëllimi kryesor. Jep një mesazh për antarët e NATO-s, partnerët e NATO-s dhe kundërshtarët e NATO-s. Mesazhi kryesor është ky. Domethënë që duhet ta kuptojmë ne nga kjo stërvitje. Duhet të kemi parasysh situatën që po kalon NATO, që të paktën ka disa muaj që NATO është rënditur nga shumë probleme. Edhe duket që problemi më i madh se sa ti tregojnë forcën Rusisë se kanë brenda vetes. Po pra, dhe për të mbuluar këto probleme që kanë vetë NATO, duke filluar nga investimet e tjera, armatosjen e shumë problemet që ka të brendshme NATO, stërvitja jep mesazhin të gjithë antarëve të NATO-s që NATO është një organizatë e bashkuar, është një komandë e bashkuar, është unike, është fortë dhe është në gjendje të ndërmarrë operacione të mëdha ushtarake dhe në hapësira të mëdha, duke filluar nga Arktiku deri në Mesdhe dhe deri në detin e Zi. Pra, ky është mesazhi kryesor që kërkon të japi kjo stërvitje. Dhe natyrisht, mesazhi jepet për miqt, jepet edhe për kundërshtarët. Pra, i shërben asaj që quhet global deterrence. Domethënë, presioni që bëhet mbi kundërshtarët për të thënë që